Pjesë thelbësore e hetimit nga SPAK për momentin që flasim është përfshirja e krimit të organizuar në procesin zgjedhor. Komisioni OSBE ODIHR-i, Komisioni Europian, Misioni Amerikan pranë OSBE-s kanë sjell dhe kanë mbështetur prokurorinë e posaçme në krimet konkretisht për blerjet votave, keqpërdorimin e burimeve politike, presionin ndaj votuesve, veçanërisht ndaj punonjësve të administratës shtetërore. Në qoftë se do të shikojmë arrestimet për cilat flet profesori, për cilat flet Siona, do të jenë para, gjatë dhe pas fushate. Pikërisht për këto akuza për cilat është diskutuar edhe në takim, është përmendur në njoftimin për shtyp në mënyrë të tërthort, por mos harrojmë që kreu i SPAK-ut Altin Dumani. Foli për dosjet të përgatitura. Po, është thirrur. Nuk foli për krizë zgjedhore. Ja, një sekond të mbaroj. Okej. Ambasadori britanik ka thirrur në takim prokurorin e SPAK-ut, Altin Dumani, prokurorin e përgjithshëm Olsi Çela, sepse do delegohen kreun e Komisionit Qendror Zgjedhor dhe një pjesë të ambasadorëve të atashuar në Shqipëri. Dhe aty thuhet fjalë për fjalë, zezën të bardhë që këta prokuror do t'japin informacion të posaçëm në lidhje me hetimet që po bën task forca e ngritur Enkas në datën 20 shkurt nga SPAK-u e lajmëruar tashmë për krimet zgjedhore. Kështu që janë shumë konkret, ne nuk e dim tani çfarë presim më shumë se kaq. Unë besoj që do ketë perspektiva. Do dëgjojmë atë tërgjillimin e prangave që tha Karamuço. Do kesh arrestime zhej. Nuk do kem si Pas datës 15 prill. Unë urrej arrestimet më. Po them tani. Po do ketë pra sepse po flasim për gjëra konkrete dhe ata kanë raportuar këto informacione.